segregacion, kombëtar, antikombëtar, të dishëm, të padishëm, ka pas fjalë cilat unë nuk po du këto me i fut në emision. Dhe me të njëjtën frymë, me të njëjtën arrogancë, u shku edhe ka fëstu... Nuk mund mos i përmendim ato fjalë kur i ka përmendur vetë zoti Kurti. Po, marrë edhe në emision se debate... Se? Po ta ruajmë frymën e debatit. Ka quajtur hajvan opozitën me një. Jo, nuk dola të hajvani. Edhe e festoj në shesh duke i quajtur hajvan. Dhe me njëjtën arrogancë erdhi edhe në kuvend. Me njëjtën arrogancë edhe në kuvend, edhe tha që kjo është kandidatja jam, qare e ilaq, ju nuk keni pa votu, sepse është kandidatja jam. Pra, me qëtë qasje, me qëtë arrogancë, unë mendoj që nuk i ka numrat, është në disproporcion me numrat që ka dhe me arrogancën që ka. Aspekti ligjor, po mdej, është shumë e qartë, na kemi jetu këto vite. Votimi i fshet, të zgjidhja. Po, jo, dalim të votimi i fshet, po aspekti ligjor është shumë i qartë. Qytetarë duhet ta dinë që për zgjedhjen, për konstituimin e kuvendit, edhe Arbre ka qenë deputet edhe ma herët, edhe e din, për konstituimin e kuvendit janë 3 raunde të cilat lidhe me njëna tjetër nuk kanë. Është shumë e rëndësishme me cek, se qëto përzin ka pak. Dhe më thonë, kryetari partia fituese e propozon, por nuk do me thonë, edhe nuk mundesh me obligu kërkon me votu. Pse ka funksionu Glauku Njusa? Ju nuk do ta votonit vetëm zonën Haxhiu, do të votonit tjerë? Jo, ne kemi bërë qartë në takimin që ka qenë Memli Krasishi të me zotin Kurti. Me zotin Kurti e ka bërë qartë që qëndrimi jonë që nuk e votojmë askën që ka qenë pjesë e qeverisë të Republikës Kosovës. Na lëvizja vetëvendose, për tjerë jemi shumë... Që ka qenë pjesë e qeverisë të kaluar. Kaluar. Tjerë do të votonit. Okej. Ta bëjmë më zigzag. Artan se do ju lejoj edhe debatoni me njëri tjetrin. Arbër, a ka drejt zoti Kurti në konstatimin e tij kur thotë që nuk është as në pyetje, as në pikpyetje zoti Haxhiu, zgjidhja është votimi i fshehtë, opozita është bllokuesja. Edhe natyrisht i përgjigjesh Artanit. E para, mendoj që lëvizja e ndosje së bashku me partnerët pra Guxha dhe Alternativa e ka kry, nëse flasim në aspekt juridik, e ka kry obligimin e vet, domethënë karshi kuvendit. E ka propozu pra emrin e kandidatës. Dhe natyrshëm këtu thau... Pa dialog para prak. Po nuk ka nevojë për dialog para prak, sepse gjykata kushtetuese e përcakton këtë shumë qartë. Gjykata kushtetuese nuk thotë Artan i ke numrat ose si ke numrat. Ja, jo predispozon që ti i ki. Në frymën kushtetuese, pra konstituimi